Një përplasje e re mes Donald Trump dhe Elon Musk ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi presidenti kërcënoi se mund të shqyrtojë dëbimin e miliarderit nga vendi dhe ndërprerjen e kontratave qeveritare që kompanitë e tij marrin. Do ta shohim, ndoshta duhet të dërgojmë Dodge për ta marrë Elonin. Ai merr më shumë subvencione se çdo njeri tjetër në histori. Paton ndoshta do duhet të mbyllë gjithçka dhe të kthehej në Afrikën e Jugut, tha Trump për gazetarët më një korrik. Deklaratat erdhën pasi Musk kritikoi ashpër paketën e re fiskale të Trumpit në rrjetin X, ish Twitter, duke paralajmëruar se do të mbështesë kundërshtarët republikan në zgjedhjet parashkollore nëse ligji kalon. Musk reagoi menjëherë por kërkoi që t'i ndërpresin të gjitha subvencionet. Sipas mediave amerikane, kompani të ndryshme të Musk, përfshirë Tesla dhe SpaceX, kanë përfituar mbi 38 miliard dollar nga kontrata subvencione, kredi dhe lehtësime tatimore federale ndër vite. Trump thot se miliarderi është kundër projektligjit vetëm sepse ai heq kreditet tatimore për blerësit e makinave elektrike. Ndërkohë përplasja vjen vetëm 2 javë pasi Musk kërkoi të rregullonte marrëdhëniet me presidentin, duke kërkuar falje për deklaratat e kaluara. Ai kishte drejtuar më parë një agjenci federale të krijuar nga Trump për të reduktuar shpenzimet e qeverisë.